zotri Ferit Idrizi. I nderuar drejtori i Spitalit të Përgjithshëm Rajonal Sheikh Zayed në Kushtri, zotri Besim Muzaçi. Të nderuar pranishëm, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të mediave, të nderuar bashkëqytetar dhe të gjithë ju zonja dhe zotrinj në këtë sallë. Mirëseerdhët në këtë ngjarje të jashtëzakonshme, në cilën jemi mbledhur për të mbështetur një sportist që me punë, përkushtim dhe sakrificë synon të shkruaj historinë. Sot, Vushtria dhe gjithë Kosova janë krenar të jenë pjesë e tentativës së Bujar Mulit, i njohur me novkën Hulku shqiptar, për vendosjen e një rekordi të ri botror në Guinness World Records, 3 vite pas shënimit të rekordit të tij të parë. Në emër të organizatorëve, ju falenderojmë për praninë tuaj në këtë ngjarje, edhe përkundër këtyre temperaturave të larta, dhe një falenderim të veçantë më lejoni të bëj për Policinë e Kosovës, ekipet e emergjencës, stafin organizativ, vullnetarët dhe të gjithë ata që kanë kontribuar në organizimin e kësaj ngjarje të rëndësishme. Për të hapur zyrtarisht këtë aktivitet, më lejoni që të ftoj për një fjalë rasti kryetarin e komunës së Kushtrisë, zotri Ferit Idrizi. Shumë nderuara familje Muli, i nderuar drejtor i Spitalit Sheikh Zayed, drejtor Besim Muzaçi, i nderuar drejtor i Qendrës së Mjekësisë Familjare FIS, të nderuar staf të emergjencës që jeni prezent, të dashur sportist, gjithë ju të pranishëm Policia e Kosovës, shumë i dashur Bujar Muli. Sot kemi emocionet të gjithë, po edhe une që po ju drejtohem juve me këtë fjalë, jam i emocionuar, sepse Bujari është jo vetëm krenaria e familjes e qytetit të Vushtrisë, por është bërë krenari kombëtare duke thyer rekord pas rekordi në këtë garë që me të vërtetë është një garë sfiduese. Pas gjatur shumë, une besoj fuqishëm që Bujari do të thej edhe këtë rekord dhe do të vazhdoj me librin e Guinnessit si një ndër protagonistet kryesor në arenën ndërkombëtare të këtij sporti sfidues. Lusë Zotin që ta kaloj sa më lehtë dhe të gjithë ne që jemi këtu të bashkohemi këtij gëzimit të madh. Urime Bujar, urime familje Muli, urime të gjithë sportistëve, urime të gjithë juve që jeni prezent këtu në priftë mbara. Ju falënderit kryetari Idrizi, të nderuar mysafir, sonte përveç kësaj sfide historike sportive, është përgatitur edhe një program artistik sipas dëshirës së vet atij që na mblodhi sot, Bujar Muli. Këtë program ju ftoj që ta ndjekim tani për të vazhduar më pastaj edhe me pjesën kryesore të ngjarjes së sotme. Ftoj në skenë nga Në Hysenin me këngën Kosovë vendi im i bukur, teksti dhe muzika e punuar nga vet ai, e më pastaj Driton Jakupi sjell këngët Marshi u QK-s dhe Kosova Adem Jasharit, përcjellur nga Driton Haliti dhe Arnor Aliu. Dëgjim të këndshëm. Duar trokitje për t'i zënë vendet e tyre në mesin tonë.
Zyrtarët e jurisë që të zënë vendet e tyre pranë tavolinës afër ekipit të urgjencës së qytetit të Pushtrisë. Janë familjarët ata që kanë ndjerë çdo sfidë, çdo hap dhe çdo përkushtim të tij. Prandaj si prind të bujarit, profesor Ferhat Muli që kemi në mesin tonë e që sot e di që është me shumë emocione se gjithë ne, me lejoni që ta përgëzoj dhe të gjithë ne jemi krenar me pirin tuaj. E tani ka momenti kulminant në mbrëmjes për cilin edhe jemi mbledhur sot. Pas viteve të tëra të punës, sakrificës dhe përgatitjeve, ai është gati që të sfidojë kufijtë e forcës dhe të rishkruaj historinë. Nuk po e them kot të rishkruaj, sepse ai tashmë është pjesë e rekordeve botërore të librit Guinness dhe po tenton që të rishkruaj sërish historinë. Përpara se të presim bujarin në mesin tonë, më lejoni që edhe një herë në pika të shkurtra t'ua rikujtoj arritjet e tij në këtë fushë të sportit. Bujar Muli është një sportist i forcës ekstreme, strongman nga Kosova, i njohur si Bulku i Kosovës apo Herkulli shqiptar. Ai është bërë i njohur për sfidat e tij të jashtëzakonshme të forcës dhe përpjekjet për të vendosur rekorde botërore. Bujari është nga Ushtria, nga qyteti më i lashtë i Kosovës, dhe ai ka bërë që tashmë qyteti ynë të përmendet në librin e rekordeve botërore. Ai ka fituar vëmendjen ndërkombëtare për arritjet në sportet e forcës dhe për tentativat e tij për rekordet Guinness. Në 2019 u bë i njohur për një akt guximi në Francë, ku si sigurie ndihmoi në neutralizimin e armatave një kombinate duke mbrojtur njerëzit që ndodheshin aty. Bujar Muli është sportist i disiplinës strongman dhe mbajtës i rekordeve të forcës. Të rëndësishme historike tuaja, personale, familjare, të qytetit dhe të mbarë kombit tonë. Nëse ju jeni gatshëm, le të fillojmë së bashku të jemi dëshmitar të kësaj sfide historike. Suksese!
Gjëve mojnë, e treka për i drenë që këtë se vrejki e mojnë jam ti të shoka pa veki e nuk e heki Suhareko veri jam që unë vita nga betërin bitë shkinit me ta din që shqiptarja jetë merin Volin poezit e mija sa vlenë për mu Shqipnia jetën i Kosovë ta fali nëse vjen pytje liria Për herë pushtet i dhoshëm deshtëm me mbamu të rëzum Po marun që prej kur linda jo marrë një kif për vetum Oficer nale pa vetën, mos përbon pa edukat Se hajt që ma shërë do fotën spytoj me bo salam Shtine qelimi qelim, sa me pa dekën me thy Veshëm shtine po vetu që ka me dekë për Shqipari Bilal, vazhdo të kanal. Kanal. Sa e mirë për e kryrë është të teka Pa të trimi, besim të dresa Mirë shkinës me të dhamë të altin Më plumë të provoj, lullet bale që shpozrin E një shkije një hjera, thërë të bullu ani klera Sa e mirë do për Shqiroka Shqiponja me dy krena O dragan të shelboja për kush mos tani vzanin Që të shinisi mos të e miloradin e zarane Lam të mirën ja jafmine se gjallë ju s'ka në brejt Shushe deshta për fminije ma mund fejt zoti me dhej Suhareko veri jam, a e pa korba ty shitremi Se kush është armiki joti, ka mu kona armiki jemi Kam glavdije kur t'i gloni Kosovë se Suharekës Qoni t'fala prej amshimi nga gjaku i besim drejtës Jo që dhe sa për pate Nuk me i shojnë i suhare Sa e mirë për Jo që dhe sa për pate Nuk me i shojnë i suhare Sa e mirë për ty është të deka Pa të trimi, besim drejtësa Što vjene pa ne dobro? Përës e shpa ka famë, është ja prej nga tani ndoj. Ne, mirë. Lak me pipsit? Mi ndoj. Hajde ose a caminho.
Qytetarë dhe të gjithë ju që jeni rreth pjesës së sfidës së bujarit, do t'ju luteshim shumë që për sigurinë e tij të largoheni nga zona afër realizimit. Fuqishme formuar zyrtarisht teknikin e tij për rekordi e vitit e rekordore e ministë. Duke respektuar rregullat dhe duke lutur qytetarët që të largohen jashtë murojave, do të jemi dëshmitar të realizimit të sfidës së tij. Mosarokun të qimë në kraj që të borës në këto. Djemër, i kemi 3 përpjekje. I kemi 3 përpjekje për qytetarë. Nuk bën një. Përpjekja e parë, i qesim gjithë parë. Veç të të në rregull, faleminderit shumë. Ale na priv në Me që gjithçka është gati, po presim numrimin mbrapsht nga sekondi 5 dhe po vazhdojmë të jemi dëshmitar që me datë 18 dhjetori 2026 ku janë polisionon që të rikthyer rekordin botëror për peshëngritjen e peshave të rënda në librin botëror të rekordit. Bouillard is aiming for 2,000 kilograms on his first attempt.
Remember, this has to be held for a minimum of 5 seconds. Once he's in place, you let us know, and we will start the movement. So for everybody in the crowd, the time will start when the last bag is loaded and the hands are taken off of the bags. Bags are loaded. 5, 4, 3, 2, 1. It's time. Guys, please make some noise. We'll bring you over 2,000 milligrams on attempt number 1.
Speak to the crowd. As you know, my name is Carl Saville, and I'm your official Guinness World Records adjudicator for today's record attempt. Guys, please put your hands together one more time for Bouillon, number 1 in 2,000 kilograms. Sustained on the body. This was performed by an individual and was measured to the nearest kilograms, to the nearest 0.01. After giving the start signal, Bouillon had to hold the weight for a minimum of 5 seconds. The previous record stood at 1,819 kilograms, which was set in 2025. After witnessing the attempt today and verifying all the documentation, I can confirm that Bouillon's first attempt of 2,000 kilograms is a new Guinness World Records title. Congratulations! Vesh pak, desa të polici dhe ka. Ja, që stash të veqe e Jeri qëro. Shtetin e nuk. Do t'ju lutesha që të tapetin e kusht nga Ilironi, të bëjmë në ceremoninë zyrtare të pranimit të certifikimit të Bouillon Muli, si rekordmeni, njeriu që ka ngritur 2000 pesha mbi trupin e tij dhe po rikthen rekordin e tij në librin Guinness. Do t'ju lutesha përsemërsisht që nga Ilironi hapësirë. Bouillon në sollë kurtun, ushtri, në drodha zemrën të qinve, por bërë një
be here in Kosovo to adjudicate this record attempt. Përpara se gjithash më lejoni që unë përgëzoj dhe ishte kënaqësia të jem në mesin tuaj për të ndjekur këtë sfidë në ushtri, ai fillimisht po e përgëzon për këtë arritje. There's a few things that I would like to highlight on today's achievement. Unë dua që të nënvizoj disa gjëra kryesore për këtë arritje. First of all, the strength and endurance and mentality of Bojo on the display of the performance itself. Së pari për qëndrueshmërinë e tij, stabilitetin për të realizuar vetë këtë sfidë, të rekord, But also for the many years of training that he's had to put in to be able to get to a point today to attempt a record like this. dhe gjithashtu për gjitha vitet e trajnimit që e dashur të bëj për të arritur deri në këtë pikë për të realizuar këtë rekord botëror sot. But to be broken and come back and regain your title shows character and a truly impressive individual. E gjithë kjo sfidë, kjo arritje, këtë ushtrime, kjo qëndrueshmëri tregojnë edhe një herë karakterin e tij, stabilitetin dhe qëndrueshmërinë për të rikthyer këtë rekord. So now it gives me great pleasure to announce you're officially amazing. Please put your hands together. Congratulations, Bojo. You're now a Guinness World Records title holder once again. Dhe tani është realizimi që historisë rekordmenit të kohë për peshat më të rënda që kemi ngritur dhe të rikthejmë të ricertifikim edhe një herë në duart tuaja. Urime për zëvendësisht. Le ta përcjellim me duart trokitjen. Presin fotografi familjar dhe vazhdojnë praktikë për veta. Me ndërri gjithë që ishtë pjesë kësa i gjarje të rrallë në bosove pa përsëritur në politik. What does this record means to Kosovo and this young sports? The record attempt today was a truly impressive display of strength, not just physically, but mentally as well, to be able to withstand such a heavy load. And of course, any world record like this that's achieved is truly significant and a piece in history. Do you think this record will break in any years? And how many years will take to break this record? Yeah, every time humanity seems to be able to push a boundary on a record, we all think that it can never be achieved. But Bojo showed us that when he had the record title himself,
it got broken, and he's come back and broken it again today with a new level. So I think this one will stand for a while. Thank you. You're welcome. A kam sim të vujari. Ngreni më mbroma, jeni okej? Hajde, po shkojmë. A ke diçka? Bujar, çfarë do të thotë ky çmim për ty dhe për Kosovën? Ky çmim është një çmim shumë i vlefshëm, pas shumë sakrifica, ushtrime, lëndime, arritëm me kurorizu, me finalizu një rekord për 2000 kg ku nuk ka mujt deri sot askush më mbajt 2000 kg pjesën e përparme me trup. Andaj jam shumë i kënaqur që unë shtetin tam, qytetin tam, kam arrit me shti në një libra më të famshëm që është në botë, qashen e sportit, librin e Guinnessit, për dytën herë. Shpresoj që s'kena mundollë edhe me kash, për arsye se kemi plane akoma tjera, po derisa t'ju vjen koha edhe aty. Kështu që dua t'i falenderoj këtë organizatorët, këtë shokët që më kanë ndihmu, komunën, kryetarin, këtë që më kanë ndihmu deri sot, dua t'i falenderoj edhe ka dhosh Zoti, nuk ja qova mundin poshtë, po arrita me sjell qytetin tim një certifikat që ka vlerë shumë të madhe, që tregon se jam njeriu i parë në botë që i kam bajt 2000 kg. Do me thonë është thyja i limiti që askush në botë që ka majt 2000 kg, do me thonë unë jam njeri i parë në botë që kam arrit me bajt 2000 kg. Mirë bujari, përmene sakrificat, lodhjen, stresin. A e ke mendu në erë që do të më të rjekë sepse është ka mundur? Po, e ku mendu kurdes. Vetëm kurdes, do me thonë paramenojën e më largu për këtij sporti. Përderisa e kam frimarin edhe kam forcë, nuk guxoj me thonë kërkujna si tërhekna, për arsye se energjia që e kam brenda vetes nuk më lejon. Automatikisht do të thonë më shtin me bëna i rekord ose me çuna i peshë ose diçka. Mirë, sot ka marrë kohë përgatitje se na peshomi vetëm finalen. Po atë çka e ka pru ty deri në çet situatë na s'kem pohë gjatë. Sot ka marrë. Po koha ka qenë afër një vit, për arsye se i na dash non stop me kon kontakt me anëtarët e Guinnessit, edhe këta çdo herë mundën me ta kthy emailin, po shumë herë ka raste që do të më prit deri 3 javë apo 1 muaj. Sa i përket ushtrimeve dhe ushtrimet e kena pas intenzive, kena ushtru maksimalisht me pesha shumë trona për me forcu trupin, për arsye se nuk kum pas mundësi me testu veten me ciment ose me diçka tjetër, po e kum forcu trupin me fitness, me pesha trona, edhe ka dashur i Zotit që pata sukses edhe arrita me finalizu 2000 kg. Bujar, cilat janë synimet e tua për të ardhmen? Po, njëri prej synimeve që kam në tani është edhe kam fillu shumë shpejt më përgatit me helikopter, për me pru edhe atë rekord që se ka kërkush në botë, për me ngrit helikopterin me krahror, edhe shpresoj që inshallah do Zoti i gjojna një sponsor për arsye se kostë shumë e madhe, sepse do Zoti arrin me gjetë një sponsor, edhe ai rekord ka marrë në vështre duke u kanë bo njeri parë që ka me mbajt helikopterin mbi supe dikon ofër 30 sekundë ose 40 sekundë në varet tash juria Guinnessit sa asë. Mirë bujar, këtë për fond për ju nga rëndësia. Nëse krerës shtetënore shohin qëtë video, cili o mesazh jo? Po qoftë se e shohin këtë video, atëherë unë ju them se në Kosovë ka njerëz shumë fort, vetëm se donim i përhro pak më shumë, edhe kem gjasa që edhe kampionin me fitu në përgarat që janë për shembull strongman me pak financim, ke mundësi të më thonë me marrë pjesë edhe në përgara botërore, edhe me arrit finalizimin edhe me sill vendin e parë në botë në Kosovë si njeri i parë në botë që ka marrë pjesë në strongman edhe me fitu vendin e parë për një disiplinë shembull deadlift ose squat ose diçka çështë. Po problemi është që përkraja jonë është pak e zbet nga shteti, për arsye se kanë ata probleme të veta, po tash këshilla jam është që mi përkras sportista sa më shumë se sporti e çon Kosovën shumë përpara. Kujt ja dedikon këtë sukses? Po unë e kuptoj si suksesin ja dedikoj familjes, ja dedikoj edhe këtë sukses duhet ja dedikoj edhe 4 pjesëtarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës që gjenden hok, shpresoj që shumë shpejt kanë marrë Kosovë. Edhe aty më dedikoj edhe këtë sukses edhe këtë certifikat, këtë rekord. Bravo.